Pesha e vërtet e trurit të brenda kafkës është 1200 deri në 1400 gram. 2 kg pa një çerek. Pse nuk e ndjejmë këtë peshë të madhe në kokën tonë? Sepse noton në lëngun kurrizor dhe rregulli fizik thotë: çdo trup është i zhytur në një lëng që humbet peshën e tij. Bëhet sa pesha e lëngut Joker, prandaj nuk e ndjejmë peshën dhe rëndësinë e tij. Kështu që pesha e trurit bëhet 50 gram. Një nga lëvizjet më të çmuara të namazeve është se ky lëng i çuditshëm lëviz lart dhe poshtë, kur njeriu bie në ruku dhe në sejdë dhe i bën një lloj masazhi trurit. Dhe kjo është një nga arsyet e rehatisë mendore pas namazit. Jeta juaj është ndërtuar me saktësi, prandaj jini të sigurt se do merreni në përgjegjësi. Zoti i Madhëruar thotë në Kur'an: Allahu është ai i cili ka përsosur çdo gjë që ka krijuar. Allahu, Zoti, është krijuesi më i mirë, e kush krijon më bukur se Zoti i gjithësisë.